Okej, Nacho, mëngjesi edhe shpresoj që t'jeni mirë. Nuk është se kam ndonjë tre për sa i përket palestrës ose për sa i përket motit se dihet që edhe sot që jafton, por mbas kaq shumë kohësh, lutjesh dhe thënjesh, më në fund na erdhi Gjimpini, që do thotë që sot më në fund do të testojmë të lek curly të aduktorët të këto, se vend tjetër nuk është se më duhen peshat. Edhe shpresoj që të funksionoj kjo gjëja, ti kem bërë matjet siç duhet ku ja dhash atij djalit që e bëri, edhe we put it to the test. Kaq në çfarë, thështë jam një gjë tjetër. We go gym. Okay, Nacho, we fucking made it. So, sa herë normalisht duhet të synojmë duhet me 130 herë në fund, mos e posha se pash mirë peshat. Po me 130 nuk do të bërëm, kam 185. Bërëm 6% se nuk do të synojmë për të shtatën. Edhe një këshill e vogël nga ana ime nëse jeni nga këta persona për shembull që bëni commute, që shkoni për ditë me një vend, më thënë, një ndër investimet më të mira që kam bërë së fundit ka qenë ajo që dëgjoj libra. Edhe është një investim që mase vlen. Nëse pa ju bezdisur me këtë gjëra kështu, bëjmë një set nxehme këtu, e pastaj kalojmë dy working sets. Okay. Gati për të set. Okay, herën e fundit siç thash, se pash tani, në 135 ishim bërë 6, kështu që kësaj herë synojmë për të shtatën. Mendoj që edhe mund ta nxjerrim, nuk e di si të jetë. Nëse, here we go, kam atë djathtë njëherë. Një gjë që po bëj ndryshe kësaj herë tek makineria që nuk e kam të shtyr veten afër, e kam çik larg, edhe sikur po e ndjej më mirë, kështu që nuk ma jep edhe atë tërheqjen këtu tek tendina e gjurit. Që besoj nga kaq larg do e marr edhe herët e tjera. Shpellemi çik edhe kalojmë tek mamajt. Okay, Nacho, kam mamajt. Okay. Bëjmë edhe një working set tjetër. Okay, Nacho, working set 2. Here we go. Okay, shlodhemi pak edhe bëjmë këmbën e majtë.
Kalojmë hack squats tani. Okej. Tu rutina e zakonshme, 3 sete nxehmi, ndërsa shkojmë top set. Shikojmë si do ndjehemi. Okej, e nisim çik pesha. Okej, warm up set dyshi. Okej, bëjmë edhe një feeder set edhe pastaj bëjmë top set. Okej, feeder set. Okej, mendoj që jemi gati për top set. Okej, Nacho, herën e fundit normalisht me 165 nxorëm 5 përsëritje. Kështu që kësaj here do të synojmë normalisht për 6. Mirë po, duke qenë se Broja kishte folur çik me Thomas Piperin, edhe Thomas i kishte thënë që një gjë të keqe që ju bëni këtu është që shklodheni shumë lart, edhe i ktheni nga straight sets në myo reps, gjë që nuk duam ta shmanjë këtë gjë. Po mendoja mase mund të bëjmë më pak përsëritje kësaj here, sepse do përpiqem që ta kem mendjen të rri sa më pak lart, edhe të përpiqem të iki poshtë kthehem prapë normalisht. Njëta gjë, kështu që ka mundësi mos ta progresoj, ka mundësi të bëj më pak, por që ideja është që ta provoj një këtë gjë që sa të iki lart, mos të rri shumë, të pres direkte poshtë. Pra, kjo është ideja. Kështu që here we go, top set, e provojmë këtë gjë e tre. Bëhet jasë saku një shumë herë më vështirë nëse nuk shlodhesh atje, sidomos me këtë lloj peshe. Por që gabimi që bëra dhe para se të bëja këtë top setin, është fakti që më duket i futa pa dashje 170 edhe bëra edhe 2 ashtu. Kështu që it is what it is. Quajmë se u kemi bërë atë, dhe këto 2 kështu, dhe herës tjetër sa bëra këto 2 përsëritje, synojmë për të tretën me këtë lloj mënyre. Ose mund ta ul peshën herës tjetër, që i bie i vë 150 mase, synoj për 4, edhe e progresoj edhe një nga 150-që, po në këtë lloj forme. Që kështu më shumë mundësi kam për ta bërë herës tjetër. Kalojmë Romanian deadlift. Okej, bëjmë edhe këtu një 3 sete nxehme të mira dhe pastaj kalojmë top set. Okej, lisim çik peshën. Okej, fatkeqësisht harruam që ta regjistrojmë warm-up setin e dytë. Bëjmë këtë feeder set, edhe
Kalojmë top set pastaj. Okej, top set it is. Okej, këtu s'është se kam marrë në një kritik, që të themi ke formën keq mase ose për bën me të shpejt edhe mase duhet një feedback dhe të kjo gjëja që është forma më e mirë dur ose më optimalja. Por që për fat keq nuk është se kemi kështu, që më duket herën e fundit që i bërëm 5, mund të aplikojmë në tjetën parim këtu si tek hack squati që mos shkallem shumë lart, po vazhdoj direkte për përsëritjen tjetër. Mase e bëjmë këtu, nxjerrim më pak, pastaj shikojmë javën tjetër që ja vlen këtë gjatë. Here we go, Nacho. Top set. Ja, sa më shpejt që t'i bëj repsat, më vështirë bëhet ajo gjëja. Që se di nëse do bëj këtë lloj gjëje edhe në vazhdim, duhet ta mas mirë gjën edhe të ul çik peshën. Po që s'është keq si teknikë do thoj, kështu që e konsiderojmë herë tjetër. Kalojmë leg extension. Na shit, që kemi të qarë këtu. S'ka gjë mirë. Tashi këtu bëjmë një set nxehmi normalisht, edhe pastaj kalojmë në top set e shpresojmë që të përparojmë. Këtu nuk e di, besoj se kam një gjë mangët, mendoj që është okay si teknik, përpiqem që në fund fare ta kyç gjurin. Nice. Here we go. Një set nxehmi. Okej, bëjmë dhe kamën e majtë. Gje sarb. Okej, gati për top set. Vetëm gjë që kam parë së fundmi në internet ka qenë fakti që një pjesë e bëjnë me dead stop, që ato që momentin për shembull që shkojnë fund, aloj një sekond, pse pup, shpërthejnë para plak, aloj një sekond e dhe nuk e di këto lloj teknikash, nëse duhet t'i implementoj edhe unë të disa ose të disa që nuk shlohesha, mbase nuk e di kush është mënyra më e mirë. Normalisht duhet bëj çik më tepër research që çikoj këto gjërat ku i aplikoj tek stërvitja, por që e bëjmë siç e kemi bërë deri tani, domethënë ku nuk është se bëjmë një dead stop në fund, edhe përpiqemi për të gjashtën kësaj here. Here we go. Prap tek e gjashta, se kyça do të mirë gjuri një habib sharacën ishe, qofse gjuri ishe këtu për shembull, do ishe çu këtu. Për çik. Nëse shlodhemi edhe bëm këmbën e majtë.
Edhe këtu e njëjta gjë. Se ky çfarë dot. Nëse s'ka gjë. Kjo tregon që edhe kë mamajt po vjen aty tek e djatha. Kaq na çu. Zbrazim peshat edhe kalojmë lekë. Okej. Testojmë një hamstringun në dhëmë apo jo. Shpresojmë që ku të bëjmë me peshë më të rënë mos na japi prapë atë krup. Edhe kryqëzojmë gishtat. Bëjmë se të nxemi. Tu s'është ndi nga shumë poshtë pak peshë. Harova sa bërë, nëse nuk ka problem, po për siguri, për edhe qik stretch në hinge, e qikojnë që se më dhëm atje. Okej, i futëm 30 kg plus ajer, kështu që i vjen 115 plus stakun plus do të 2.5 që 15? Po. 80 staku 2.5 nga 2, po. Që i bie me 110 herë në fund 110 përsërite, kështu që me 115 synojmë çik për më pak dhe shpresojmë që mos na dhëmb hamstringun, siç e thash pak më përpara. Sa nëse shoh që na dhëmb, do lëm tako. Here we go, top set. Endeqik. Edhe nuk më duket gjë e mirë kjo. Po që rasti më i mirë ku dëmtohemi është që jo mos ta lëm pa punuar fare, por do heq të peshat. Do bëj ca përsëritje të larta kësaj here. Fatkeqësisht. Okej, back offseti është me stakun standard. Kështu që i bie difusin thjesht 80 plus 2.5 që 85. Here we go. Sado që bëj letë ku shkoja për dështimit ndjetë. Që fatkeqësisht kjo javë do jetë rest për hamstringun. Se qikojmë javës tjetër, masë shqerohet. Kalim të aduktorët. Okej, dhe një duke qenë se do e rrisim peshën, komplet staku, plus të 2.5 bëhet seti nxemjes dhe 2 working sets, i fusim peshë nga jashtë në fund. Që here we go now. Okej, gati për top set. Okej, falë gjimpinit, nga 105, dhe ne kemi 130, kështu që we good to go. Synojmë për të paktën 4 përsëritje. Here we go.
Më në fund. Më në fund, si shekardja. Okej, shlodhemi qik dhe bëjmë një back offset. Fuck yeah. Okej, ullëm qik peshen në fundaj 20 që kësa ere me qenë se kapa 4% dhe e para. Synojmë këtu të pak në kapem 4% që ashtu. Dhe i mbëllim kamët. Nope. Se kemi, okej. Okej. Në fund, nuk po bëjmë kardio të adduktorët. Kaq na që kalojmë në upper body 2 ushtrimet. Okej, bëjmë tek set nxemi, kalojmë pastaj dy working sets. Okej, gati për top set. Okej, nashë, herë në fundit në 90, arritëm në vendin 5, sunojmë për 6. Shtypet mikrofoni. Okej, jo keq. Bëjmë edhe një back offset. Okej. Bëjmë të back offset me 80, herë në fundit bëjmë nxarëm 7, synojmë të nxjerrin paktën 8. Here we go. Rregullojmë edhe një mikrofonin. Fire. Okej, kalojmë te muskujt e barbut. Okej, bëjmë vetëm tek set nxemi. Kalojmë top set. Kalojmë top set. Okej, po mendoj të bëj vetëm një top set tu sepse nuk e di pse, po siç e thash, e siç e kam thënë më parë, këto kollidjet kohët e fundit sigur na e kanë lënduar çika të vendin në operimin atje. E se di, masa e letë shklodhet qik. Kështu që tek top set edhe we get the fuck out. Here we go. Fuck it. Nuk po vazhdoj me një back offset natural se dhëm, realisht dhëm laga. Kështu që nuk e di çfarë do bëj dhe herët e tjera ku kam muskujt e barbut. Po që gjithsesi, ka që historia për sot. Gjëja e mirë ishte që provum gjilpinin, funksiononte dhe arritëm përparonin tek ato vegla që kishim bërë max out, tek hack squat dhe tek RDL dhe sa çikon çfarë do bëhet. Kaq. Kthehemi herës tjetër me ndryshimet që mund të kemi. Shihemi në full body-n tjetër tani, ose më saktë, stabilin tjetër që është full body.